një protest që të ndodhë, mund të ndodhë shumë e shnetshme që të ndodhë, se t'jemi tamam në përcaktime e duhur. E shnetshme. Po, jam shumë dakord që njerëzit të dalin të protestojnë. Ama të kenë një, kur proteston, gjithë opinioni publik shikon se ore cili është boshti. I vetëm i boshti që është tani për shembull, që flasim, e nisi mirë, tashti është vetëm bojatisja e qeverisë dhe Tiranës dhe gjithë kujt që është i majtë. Pra është një grup njerëzish që është reduktuar në 100 vetë. Jo, ata thonë Ramanburg, Berishanburg, ata thonë dhe Berisha. Atë Berishanburg e kanë harruar ato dhe s'kanë e thënë në jashtë, kështu po Berisha është brenda, tashti po ta shikosh, janë 100 vetë që kanë dalë në profilin e dhunës. Dhe në 100 vetë para parlamentit, bëjnë e viktimizohen, aty shkon për plasë me policë, gjujnë policët me gur, gjujnë njerëzit me vezë, me domate. E para punës ligjërisht njëherë policia shtetit një dhe garda lyje kanë për detyrë të mbrojnë deputetët. E kanë detyrë funksionale. Do thënë duke thënë kur i qëllojnë me vezë, garda dhe policia duhet të mbrojnë? Në qoftë se qëllon një njeri me vezë në rrugë, çfarë? Po unë jam i votuar, zotin. Më falë, çfarë rëndësi e ka? Jo, ka rëndësi. Jo, ti si gazetar nuk të pëlqen tjetri. A si gazetar thua ti? Po pra. Si gazetar po patjetër që unë Çfarë do bësh? Çfarë do bëj unë? Do ta çojmë polici. Atëherë çfarë do bëj policia aty? Do ta mbrojë parlamenti është institucion i rëndësisë veçantë. Dhe në momentin që është institucion i rëndësisë veçantë do të mbrohet. Në qoftë se sulmohet, qoftë edhe me një guralec, je detyruar ta mbrosh, je detyruar me ligj. Dhe si thu ti policia krimit pse ndalon, pse s'bën, çfarë do të bësh ti atje? Ju jeni duke thënë që policia ka vepruar brenda rregullit? Policia po mban, shikoj, hyj në internet dhe shikoj policinë gjermane, angleze, shikoj çik. Jo, këtu jam shumë dakord me ju, por ka një problem. As edhe një njeri nuk është lënduar aty përveç sa shoqëruar. Okej. Nga policia. Keni shumë drejt. Po, policia në momentin kur ti shkon atje dhe merr në përkam dinitetin e një deputeti, qoftë kush qoftë ai, nëse ke një gjë shkon atje, ai duhet po shkon në drejtësinë e thuaj. Jam shumë dakord me këtë, por ka një standard zoti Indreu, se ju jeni oficeri i vjetër i policisë shtetit. Me atë zell që ti mbron deputetët sepse sulmojnë kuvend me vezë, a keni ju të njëjtin zell për të luftuar krimin, sepse kjo është thelbësor në këtë aspekt. Unë nuk e shikoj, unë kam parë në rrugë me sytë e mi, do dhe në ngjarje dhe polici nuk ndryjnë. Pse kaq zell polici për të mbrojtur politikanin? Tani, nuk është një gjë, se një ngjarje për shembull me armë në gjithë botën nuk është e lehtë për të parandaluar në rrugë. Ose një ngjarje, një polis për shembull është i pa organizuar në rrugë dhe mundet që mos ta përballojë intensitetin e ngjarjes, është normale. Ama aty është një sistem i organizuar shërbimesh që vjen për shkak të një gjëje të paralajmëruar. Mos i ngatrojmë fenomenet, janë dy gjëra të ndryshme. Pra, nëse ne marrim një impakt se do sulmohet deputetët dhe tentohet me hyrje në parlament, atëherë çfarë do bëjmë aty? Rrim ti presim. Ti them hyni. Jo, thash keni të drejtë aty. Por i njëjti zell duhet edhe për të luftuar krimin. Kjo është stili Sali Berishës origjinal. Kto kanë dalë. Ju jeni duke thënë që këtë bën Berisha? Po, sintonia e sjelljes Saliut, e artikulimet Saliut, e asaj që kërkon Saliu është e njëjtë me ato që janë jashtë. Po jo, keni informacion që këto i bën Berisha apo se kuptova? Po, që bën Berisha zgjidh. Jo, Berisha nuk e di unë që ke shumë xhanti, po. Do t'i marr me eksponent tash se unë edhe i njoh. Janë të Berishës, janë të Kush janë ata? Shpend Gashi, është një njeri Berisha Budallat. Ti e ke në atje me gjithë ato grupin e tij janë të Berishës. Le çfarë thonë ne çfarë bëjnë tash. Mos thym në emra më gjatë. Po mirë, nuk është vetëm Shpend Gashi atje, ka dhe të tjerë atje. Shpendi me gjithë grupin e tij janë Sali Berisha në rrugë. Dhe mënyra e cilërit të sotëm është origjinal ajo skema e Saliut, ndërkohë që nuk fitoi asgjë, tani banalizoi edhe protestet. Ja uli kredencialet edhe atyre që realisht dalin, dhe ka njerëz që dalin, për të drejtë, për të protestuar, për disa problematika që në fakt duhen adresuar. Tani këtu do të është ajo më rëndësishme. Zoti Ndreu, është vënë në vështirësi qeverisja e Tiranës nga protestat, jo këto protesta që thua ti të dhunës aty në parlament. Është vënë në vështirësi qeverisja nga revolucioni Flamingo? Tani, dy gjëra do të kesh parasysh.
Në kuptimin politik të stabilitetit të qeverisë, të qenies apo jo, nuk ka asnjë lloj problemi fare. Ama në kuptimin e impaktit që ka dhënë në disa çështje të brendshme edhe të Partisë Socialiste, po edhe të raportit të qeverisë me qytetarët, po, ka dhënë goxha tronditje. Unë mendoj që pavarësisht se jam një pjesë e mazhorantëve, unë mendoj se qeveria ka shumë për të korrektuar. Ka shumë pas mandatit. Çfarë ka për të korrektuar? Administrata ka për të korrektuar shërbimin ndaj njerëzve. Unë mendoj se ka koha që të vihet taksative, që çdo kërkesë, ankesë e një qytetari nuk do të kalojë 10 ditë pa i dhënë një përgjigje, 10. Ai që kalon 10 ditë dhe nuk ka dhënë një përgjigje, kushdo institucion duhet përgjigjet. Personalisht nuk e kam bërë bashkinë time. Çdo të hënë kam një statistikë në tavolinë, kush nga drejtoritë ka kaluar 10 ditë dhe nuk ka dhënë një përgjigje. Kush? Tash një përgjigje nuk i kënaq gjithmonë qytetarët. Po sigurisht, po të paktën duan një përgjigje. Por amon, nëse refuzohet, merr një përgjigje shtërruese me shkrim në Bashkinë Lezhë. Nëse i kryhet, shkohet dhe i kryhet, se i takon. Pra, në qoftë se administrata nuk shtrëngohet të zbatoj ligjin dhe të jap përgjigje qytetarëve për çfarë do lloj halli që ato kanë, të bardh apo të zi, të qenë apo të pa qenë, ato duan një derë që të trokasin dhe të zgjidhin problemin. E nëse ti identifikon se një problem është zvarrit dhe ati i takon ligjërisht, duhet merr masa ekstreme për drejtues të administratës dhe për njerëz. E para kjo është, nëse njerëzit gjejnë një shërbim, zgjidhje, janë më të qetë në marrëdhënie me pushtetin. Okej, zoti Ndreu, unë e vlerësoj këtë që ju thatë dhe bravo Bashkisë së Lezhës që ka arritur këtë. Po e bëj ashtu e bëj. Dhe jo e besoj. Çdo vërtetim që më vjen një qytetar për të merr sot. Jo, unë e besoj se unë e di kush është Piri Ndreu. Merr brenda ditës. Unë e besoj këtë zoti Ndreu. Por problemi është që ne duhet ta zvoglojmë këtë problem madhor që ka qeverisja te vetëm te administrata. Kjo është qëndron. Problemi është shumë i thellë, zoti Ndreu, sepse gjithë problemi u kris kur zoti Rama nuk dha okejn spakut për zonjën Balluku. Aty fillon, ajo është pika e rëndësishme. Dhe zoti Rama të tjerët ju ka thënë që vazhdoni betejën me drejtsinë, por zonjën Balluku nuk e bëri. E para ka një keq interpretim me dashje këtu. Pse? Para punës Rama ka gjyku bashkë me mazhorancën dhe është në gjykimin e vetë. Ligjërisht është në gjykimin e vetë. Spaku ja kërkon parlament. Parlamenti e peshon ato, nuk e thot në mënyrë qorras, prit se po ta jap. Jo, pse nuk veproi si të tjerët që vazhdoi këtë tip betejë me drejtsinë. Shpërndërimi i detyrës që duhet ndryshohet mund të çojë në arrest çdo prej nesh. Shpërndërimi i detyrës. Kushdo që ka një post qeveritar edhe vetë drejtuesin e SPAK mund ta çojë, që nesër. Problemi është tu që nëse ti akuzon për korrupsion apo për shpërndarje detyre. E kanë nda qartësisht. Duke thënë, nëse akuza do ishte korrupsion, Rama duhet ta lëshonte? Do kishte dhënë. Po nuk është akuzuar për korrupsion. Dhe e dyta, po për çfarë ishte përdorim detyre tani, të lutem. Një minutë, jo, të lutem. Po më varet tani e dyta nuk ka ndërhyr fare në tim. Hetimi vazhdon, gjykimi vazhdon. Që nga problemin e Jo, vazhdon, po... Nesër mund t'jepet një dënim. Standardi ka ndryshuar, më? Jo, s'ka ndryshuar fare. Po ka ndryshuar, sepse Ilir Beqa, Erion Velia, të tjerë, a i tha vazhdojnë betejën tuaj. Më falni, ka një problem me memorin tonë. Këtë histori e shpikem ne, mazhoranca, Partia Socialiste e Shqipërisë. Po prapë, se mbajtët? Një minutë, e mbajtëm prapë. Jo, se mbajtët? Jo, ne erdhëm dhe vendosëm për herë të parë në Shqipëri standardin ku qytetari i thjeshtë dhe pushtetari më i lartë shkon te drejtësia. Ne e kemi sjellë. Okej, po. Ne e kemi sjellë. Po. Dhe ne për një rast... Po zonjë Balluku nuk e zbatuar. Për një rast ne nuk jemi të bindur se arresti është zgjidhja. A do deri tani ishit bindur tani me zonjë Balluku jo? Arresti ka një linjë tjetër ku mund të ndiqet, është në gjyq. Në gjykat mundet që të vendoset arresti me dënim. Pra ka një vend ku ne nuk hym dot. Dhe ne nuk e kemi penguar këtë rrugë. Pra po ta kishim penguar këtë rrugë, ne nuk kemi të bindur për shembull që për shpërimin e detyrës do shkojnë në arrest. Jo zonja Balluku, por kërkush. Tani, nëse vjen nga SPAK-u një kërkesë me akuzën korrupsion,
Ju jeni mendimin që zoti Rama do ta t'jap okay? Për korrupsion është tjetër gjë, pastaj ka gjykim tjetër. Do t'japi okay? Ka gjykim tjetër tash, nuk jam deputet. Ka gjykim tjetër. Ju jeni deputet, ju jeni politikan i rangut lart, nuk jeni kryetar bashkisë së Lezhës. Mos thirr këtu të vendos unë për 140 vjet në parlament. Po jo, ju quheni Piri Ndreu se ju keni qenë në parlament. Unë të thash ka gjykim tjetër, kaq për korrupsion. Ndërsa për shpërndimin e detyre duhet pak ky punë se për shpërndimin e detyre jo çdo pushtetar mund të shkojë në burg.